Përshëndetje mi së dashur. Shkojna me videon e radhës me tradhtar të kombit që vinë nga Debat Plusi. Po thëm këto sepse Lirim Mehmetoviqi dul me një video sikurse dronin që ka lëshua e ka provua djali Kenishin, skifterin, ko ka kines, e se ka bo kjo hiq. Kështu që kur e pash videon pëlsita, qysh ka mundësi njeri me pas kaq urrejtje kur një Kosovar apo një Shqiptar shkon për para. Zbulon diqka, qep diqka që se ka kërkush. E kanë tjertë, po se cilë e ka në atë mirën e vetë. Nuk e keni parasysh miq sa vjell ka të fol. Kështu që shkojmë me videon, të ndëgjojmë zbashku, të diskutojmë zbashku e lutëm. Sepse me të vërtet, total, kjo njeri është abnormal. Gjak s'ka, vetëm gjak shka, vetëm një shka, mundet me menu, edhe me dizinformu, kështu, sigur Mehmetoviqi. Mehmetoviqi, po, bashkë me Mehmetoviqi. Shkojnë me që. Një Kosovar me emrin Ridvan Aliu prezantoi një video të lancimit një droni, duke pretenduar se bëhet fjalë për prodhimet e tij autentike, një droni me emrin Këni Skifteri. Më pas publikohet një video tjetër se si kënse droni i tij është do në shtarak, është testuar diku dhe ka godit me precizitet cakun. E vërteta është se të dyja videot janë rrena dhe i gjithë pretendimi është një mashtrim i madh. E para është një video që ishte publikuar 3 ditë para publikimit të Aliut nga kompania kineze Hinari Technology. Ta në Livan, vitit kaluar, ndërsa Aliu e publikoi me 30 tetor. prap Livan, Kurse video e dytë që Aliu e publikoi me 8 janar, është po ashtu video e publikuar shumë më parë. Ja këtu e gjeni ambientin e ngjajshëm publikuar me datën 29 gusht të vitit të kaluar. Siç mund ta shihni, vendi është krejtësisht i njëjtë. Dhe bëhet fjalë po ashtu për një dron kinez me emrin Menon Long nga kompania në gjyrë të barë, nuk e që pas në gjyrë të barë. Jo veç pamjet e dronëve, po edhe vetë logoja e kompanisë, tash të quajtur Skifteri, është logoja. Po qa ka lidhje o Mehmetoviq? Qa ka lidhje logo? Sa kompani në botë janë me delfin, me logo delfinit, apo Shqiponis, sikur Delta për shembull. Pa ka emrin ndryshëm. E ka Shqiponin, pa ka Delta, e ka Betoncom, e ka Polifare. Qa ka të bëj logo? Emri s'gëzo me konë njëjtë, por jo logo. Logo muna me morë kujna dune. Problem se kam atë punë. Një vi pak ja bëjti, qka dhe në regull jam. Mirë po, është problemi ti, ku ki problemin. O Shqipëfolës, o tratari kombit. Ti ku ki problemin e burë. Me gjitha ta aty, zagarqin aty. Ju ku keni problemin e vla. Miq, shkojna se ka hala. Po, mas këtina, do e palojmë. Sepse kyqet direkt aj djali, aj kompania që ka bo. Gjedhur nga një kompani software France me emrin Sora Websoft. Ja logoja e Sora Websoft. Dhe ja logoja në Skifteri, o diçka tjetër, këtë ndrysh. Deri këtu një tregim i parë, ky edhe më herët nga njerëz që pretendojnë gjëra që janë vërteta dhe mashtrimin e bardhin edhe publik. Tragjedia fillon në shpalos veten ku pjesë e këtij mashtrimi bëhet vetë shteti. Ministria e Mbrojtjes së vetë kryeministri Albin Kurti e do me thonë këtu edhe shteti pas ka rajt, edhe ministria, edhe këtë Prishtinë thes. Kur kryeministri u shku në fabrikën e tyne, e kanë pa se qka për afërmi e kanë përorue, ne kena pa live në konë televizor, unë personal që më konë, se se më kërkushi, mirë po e në konë live televizor. E kjo del hanë të mutë, më në më thonë, më falni, për fjallin, hanë mutë të sot punët, jo e në konë njësë në konë. Runa Zopi shkive. Realizon mashtrimin e Ridvan Aliu, duke bërë postime me të e kënse me dronit e tij. Tash veç shkurtimisht. Për të prodhuar një dron ushtarak kamikaz që fluturon 1000 kilometra, që rën ajër shtator, e që godet cak me precizitet e mban peshë deri në 50 kg, siç pretendon Ridvani, të duhen qindra inxhinier, rreth 200-300. Të duhet buxhet multimilion sepse kemi të bëjmë materiale të shtrenjta e makineri specifike. E duhet vite. Pse kë
nuk e ka ndihmën për shteti, nuk e ka ndihmën për kompanisë tjetër që të bashkëpunu. Këta janë shumë kompani. Nuk është ky vetë që bashkëpunon, por ideja është e këtina. Kjo është ajo esenca. O i shtazë e gjallë. O dezinformues i keq, antikombëtar, antishqiptar. Ti se meriton me hangër bunë Kosovë. Ti dhe me shku me hangër bunë Serbi. Po jo në Kosovë. Shkojna miq me tjetrin, sepse hajde ka. Në gjatë se skifteri Këni është promovu me videot një kompanije kineze. A më tregon cila është të vërteta? Ta ndëgjojmë. Po që unë sa hina në Kosovë, hala në Mantel nuk e hekë. Ky është ai shefi i kompanisë. E i posh mesazhet. Jo këto janë këtë që i thonë anglisht fake news. Po skifteri Këni u ndërtu në Kosovë për studentëve tonë, jo vetëm një prototip, por një numër i madh prototipe. Ato do të testohen çdo muaj. Videoja, a është video autentike e Kosovës, a është video kineze? Është video autentike e ekipës tonë jashtë Kosovës, nuk është video kineze. Pra, qa me thonë dashmeqen e këtine? Apo jo? Qa të me thonë këti Zefremusi, këti Shkavelli, këti Qetniku? Që shtatë shki e dale për tina. Vetë po bjerë këtë kurth, vetë po thot, vetë po peshan kriministrin, peshan popullin e Kosovës, po na shanë tonëve. Po edhe nas kemë qara për shajt, normal nuk është ka gjuhë e jemja, por s'kom qara për shajt. Me që dezinformues, njëri që ka shri men, që shku kryeministri me ministrin e mbrojtjes me përuru, e ka po këtë bota live, e del një qenef, sikur kë, kundër Runa Zomit, shkojna miq. A sa punëtor i ka kompania juaj? Kompania jonë me skifterin Future Minds përmi 100. Koha, piknet ka raportu që e kanë veç një punëtor. Kemi entitete të ndryshme, mbi 9 kompani, tash me cilën ku punojmë, ato është tjetër gjë, apo Absolut. Mi po, i shohim punëtorët e akademisë ditë e natë. Stadion të Kamerisës ka thonë që e ka testuar. Shumë djali zut, nuk po ik përgjegjeve se këtu janë sekrete, nuk ka nevojë me ditë kurse çka çështë ku, sa. Kur bëhet dikush më thonë bëdha e ati Shkavellit me vetë ku çështë. A ja qënë Serbin në fabrikët e Sërbë. Qa shpirë që ka aji? Jo, hajtë bablok. Qa drën? A testu në stadion të Kamenicës qaj drëna? Jo, jashtë Kosovës. Qashtu kanë deklaru në fillim? A është njëftu Ministria e Mbrojtjes për këtë? Për testim? Ministria e Mbrojtjes për shkak se është jashtë Kosovës. Kjo u testu në cilin vend? Me një klient tonë jashtë Kosovës. Shembull, Vitolli tjetër që e demonstruam para 2 dite, ai do të testohet në bashkimin nga një prej klientëve tonë në bashkimin evropian. Ai ndërtohet këtu, bile nestra e promovojmë një video e cila i tregon studentëve si ta ndërtojnë një flutarake më i sofistikuar se skifteri Këni, që do të provohet dhe testohet nga një prej Derni që si shkollë, ta prish edhe natën, e ditën, e kretë jetën. Një Shkavel që merë pare për Serbis, që pagut për Serbis, sërveç kjo, po 80% ato qenë, që punojnë. A 800 milion që i Serbis, këta kanë hangër. Nuk ka mundësi me konë ka gjak prisht. Nuk ka mundësi o populli imi dashën. Me konë ka gjak prisht. E me dalë me folshtë, me sha kryeministrin, me sha presidenten, me jahup meritën. Nuk ka gjak ma kesh, ma të prisht. Veç gjaku shkate bën ta. A e rusit, a e kilën sa.
Po ashtë larë sa mund me shku kësë, se kushi i kem aty, edhe për aty, ata shkojnë e anën. Shkojnë. Fleteve në Bashkimin Evropian, kështu që nuk e di nuk i marrë Që kjo video që e keni promovu, Pra. ku është bo, a bun kin? Pra veç kin. Jo, vlla, jo, nuk u bon kin, nuk kallëzomi ku o klienti. Bravo. Nuk kallëzoni ku është klienti. Absolut që jo. No, se klienti s'do me kallëzu. Me tonë drejtën e bona një video i thashej, kjo video nuk është dhona me fut në Facebook, una e ke investu, no, nuk është ta Qysh më nohen me zërë këta, më nohen me zërë, se ka shumë më shumë, po bollo sa me spjegu paka shumë, mi kalzu ati shkallëllit, me dëmantu që je ka rënë ti, je ka dezinformon ti, je ka gjynjen poplin ti, po poplin së nënë ty. Ti jaj rënë ti jaj pishperikve, ti jaj langaraci i rrugve, syra ta që e të Prishtinës. Që të s'ki qarë pa po të dezinformat, se ke marrë pare për atë punë. Miq, Zotë ju rujt, atje ku jeni, populli mi dashur, Zotë ju rujt, e këtë shkavellën shpirt e lëshoft, se pas parti me japi për ta, e shumë shkavella si kë, kështu që unë i përshëndes Kosova për para, unë e përëroj këtë zotnin, respekt kryeminister, mos so pe, rap, jo kështu, rap,